Menjëherë pas ndeshjes është tepër e vështirë të bësh një analizë profesionale për të nxjerrë një përfundim se çfarë ishin pozitive që për fat të keq ishin shumë të pakta dhe çfarë çaloi në këtë takim të rëndësishëm. Unë mendoj se parapërgatitja morale dhe psikologjike e ekipit për të luajtur një ndeshje të tillë në aspektin sportiv është gjithmonë e vështirë. Kjo sepse në të tilla ndeshje nisesh me idenë që ne do të luajmë vetëm për fitore dhe jemi këtu për të marrë dhe dhënë kombëtare son një 3 pikësh. Për mua, jashtë sferës së opinionistëve gjatë ndeshjes së gjatë 90 minutave, u pa në një detaj që është i padukshëm, por që e ka plon, e zë përfyti ekipin ton përfaqësues dhe e kam fjalën pikërisht te frika e humbjes, pra futesh në ndeshje me një besim të lartë, por të pa konkretizuar se si do të shkoshte fitoria. Futesh në fushën e lojës me besim të lartë, por gjatë 90 minutave ti ndeshesh dhe me lojën e kundërshtarit i cili befasoi në realitet ekipin ton përfaqësues. Frika e humbjes, një mentalitet që shpeshherë ka penguar ekipin të luajë lirshëm dhe të tregojë vlerat e vërteta. Ky ishte defekti më i madh në pikpamjen morale dhe psikologjike që çoi te fakti se lojtarët nuk luajtën lirshëm, edhe pse në pamje të parë gjatë fillimit ekipi nuk ta jepte përshtypjen se skuadra nuk kishte frikë të sulmonte apo të shkonte te porta për ta goditur atë. U morën 15-20 goditje këndi apo faulla rreth zonës. Në këto takime shpeshherë ky mjet që ka një skuadër merr një vlerë të posaçme. Kjo duke e ditur që ekipi letonez do të luante me mbrojtje të ngjeshur dhe nuk do të lejonte të shihje portën dhe të bëje manovrime në drejtim të qëllimit të godisje portën. Gabimet dhe faji i stafit. Duhet të cekte 2-3 pika që nuk u pan të zbatoheshin në fushën e lojës, si ka mundësi që lojtari më shtatlart dhe kapiten të mos markohet apo mbulohet rreptësisht në zonë gjatë faullave apo këndoreve. Nga ky lojtar në erdhi edhe goli i pësuar. Te goli ishte Balliu që e mbulonte, ndërsa dy mbrojtësit kryesor tanët, Ismaili dhe Kumbulla, ishin të vendosur në qendër, por pa markim kundërshtari. Nuk e kuptoi këtë situatë. U pa nga të gjithë se për një shkujdesje të tillë nuk u ndërhyn nga stoli, si ka mundësi që shpeshherë lojtarët e Letonisë ishin të lirë në zonë dhe nuk mbuloheshin, ose ka diçka që nuk është bërë, sidomos kur të mungojnë dy qendrat. Detyrat duhet të ishin përcaktuar mirë dhe të ishin të qarta. Në ndeshjen e djeshme nuk ishin studiuar mirë kundërshtarët e mënyra e lojës së tyre dhe këtë detyrë ka në ngarkim trajneri dhe stafi i tij. Dy janë problemet. Penalltia dhe goli i pësuar në qendër të mbrojtjes nga lojtari më i gjatë i kundërshtarëve që u lai mirë në zonë. Kjo ndeshje dhe lojë ishte pa presing, pa ide të qarta dhe shpeshherë monotone, pa veprime surprizë dhe të befasishme. Lojtarët e përkëdhelin topin, por nuk kanë një mendim të qartë se ku do të shkojë topi, pse dhe si. Pra mungonte mekanizmi, edhe me zëvendësimet nuk u pa ndonjë ndryshim i lojës. Për këtë fakt, shoh që kundërshtari është marrë lehtë, është menduar që do të marrim 3 pikët, por se si arrihet kjo fitore nuk është analizuar. Në fushën e lojës nuk u pa pothuajse asgjë, në fushë nuk kishte pressing dhe ekipet e dobta, nëse kanë këtë pressing, bëjnë gabime. Në asnjë moment skuadra jon nuk e shfaqi këtë anë, ishin në fushën kundërshtare por bënin vetëm qarkullim të topit. Manovra pa efekti që vononin lojën, por edhe tregonin që s'kishte ide. Rimarrja e topit asnjëherë nuk u realizua dhe përplasjet ishin të pakta. Edhe ato faulle që u bën ishin më shumë nga lodhja se sa taktike. Loja e ekipit letonez nuk ishte studiuar, nuk ishte marrë asnjë mas ndaj kundërshtarit që duhet vlerësuar. 3 herë erdhën në portë kundërshtarët, morën një 11 metrash, shënuan gol dhe patën një rast të rëndësishëm. Bëj hesap, një ekip që luan në gjysmë fushën e vet, në fushë nuk kishte angazhim total. Lojtarët nuk donin të prekeshin, si zonja të rënda. Broja dhe mesfusha. Më pëlqyen disa veprime individuale të Brojës, ai veproi mirë në disa momente gjathansores dhe duke çuar sferën në qendër, ama kundërshtarët i kishin marrë masat për këtë lojë. Broja çekuilibronte kundërshtarin në mbrojtje. Broja mund të luante në qendër, por në ansore mbulonin dy vet. Së bashku me Manajin në qendër mund të ngatroheshin me njëri tjetrin dhe nuk do të kishin përfitim. Gjatë gjithë takimit nuk u korrigjua dhe një gabim tjetër. Në fushë ishin Aslani, Sheu dhe Laçi, shto dhe Balliun, por po e lëm. Të tre bënin të njëjtin rol që mund ta kishte në dorë vetëm njëri prej tyre. Hapësira nuk pati dhe vetëm Aslani u mundua të zgjidhte diçka me gjuajtje nga distanca. Shanset e botrorit. Unë llogarit të holla nuk di të bëj, por ky barazim është shumë deziluzionues. Nuk të jep shumë shpresa që ne mund të shkojmë në botror. Në futboll mund të ndodhë gjithçka, por për momentin e shoh të largët një gjë të tillë. Mungon stili i lojës. Ekipi ynë kombëtar nuk ka një stil loje, nuk ka një karakteristikë të veçantë të futbollit shqiptar. Ekipi nuk i ka cilësitë dhe vlerat e futbollit ton.
Këto gjëra nuk pasqyrohen e përfaqësuese. Lojtarët në klube kanë një mënyrë tjetër loje, në kombëtare nuk e gjejnë stilin e caktuar. Kombëtarja ka të tjera rregulla, të tjera ligje dhe tjetër moral. Pika që nuk i shohim te përfaqësuesja jon, thjesht kanë humbur disa vlera bazike që karakterizojnë ekipin shqiptar nga ekipi turk apo letonez. Dy gjëra nëse rregullon, shpirtin luftarak dhe dëshirën përfitore, luftohet për një komb, për vlera të mëdha.